Edhe pse jemi në fund të muajit mars, në kodër të diellit në Tetovë bora ka arritur mbi 75 cm. Bora e re e rënë gjatë vikendit dhe temperaturat e ulëta kanë bërë që sezoni i skijimit të vazhdojë dhe të tërheqë turist. Nga kjo qendër njoftojnë se derisa të ketë borë të mjaftueshme, sezoni do të vijojë, ndërsa çmimet e biletave për ski janë ulur për 30%. Ku siç e shihni ka borë të re edhe vazhdojmë me skijim, do me thonë, derisa të kemi borë, ski qendra do të funksionon. Gjithashtu këto di vikende edhe këto di javë kemi pas zbritje të ski pasave, do me thonë deri në 30%, gjithashtu do vazhdoj edhe këto javët tjera që vinë zbritja e ski pasave. Takuam edhe disa turist, njëri nga Bielorusia shprehet i kënaqur dhe mahnitur nga bukuritë e kodrës së diellit. Super, конец марта, снег новый, пудра, солнце, лучше не бывает. Я приехал из Банска, там 3 месяца был, тут просто супер. Сега се најубави условите моментално, нема гужва, навеано е околу 20 сантими снег, има паудар, одлично, моментално уживам. Ndërsa hotelierët bëjnë të ditur se shumica e turistëve janë të huaj, bora ka sjell gjithashtu edhe vizitorë të rinj. Ne jemi ende në sezon, kemi vazhdimisht mysafir, edhe pse numër ka filluar të zvogëlohet numri. Kjo do bora e re që ka ra, natyrisht se i ka na sjell mysafir të ri, ka kërkesa të reja të cilët do të vinë skijon, pasi që e dinë se ka borë të re. Ndërsa sa i përket mysafirëve vendor, ato si duket janë lodh dhe presën pranverën tash. Sezoni i skijimit në kodrën e diellit vazhdon me intensitet të plot, bëjnë të ditur nga qendra e skijimit duke theksuar se kushtet për skijim janë të shkëlqyera.